Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim të gjithëve ju që keni marrë makinën për të thuar diku për të shkuar në punë dhe po dëgjoni Top Albania Radio dhe Live from Tirana si çdo ditë tjetër prej orës 10:00 deri në orën 12:00 në mesditë për gati 120 minuta transmetim live maraton si çdo ditë tjetër. Unë jam Ronaldo Sharka, në pultin e transmetimit ndodhet Danko DJ, i cili me shumë shije do të përzgjedhë këngët që do transmetohen për sot deri në orën 12:00 dhe jo vetëm. Ndërkohë, në këtë të enjtë të datës 6 mars në pjesën e parë të programit jemi me një stiliste shumë të njohur shqiptare, Anila Konomi, mirë se vjen në program. Faleminderit Ronaldo, mirëmëngjes. Më lejo të pyes një herë si je? Top, deri tani jam shumë mirë. Më bëhet qefi. Me Anilën do të flasim për gjëra shumë interesante. E para një herë do të këshillojmë dëgjuesit tan Anila se domethënë kur ndryshojnë stilët, a duhet të ndjekim më modën që qarkullon vërdall, duhet të krijojmë një stil personalizuar, domethënë çfarë duhet të kemi parasysh tashmë për të veshur ndërkohë që pranvera ka hyrë me shumë diell. Por mbi të gjitha, në pjesën pasi të shkëputemi pas bisedës së parë, bllokut të parë të bisedës tonë, do të diskutojmë për një projekt ligj të ri që do të diskutohet në komisionin parlamentar për mbrojtjen e brendeve, dhe në Shqipëri faktikisht qarkullojnë brende falso pafundësisht. Domethënë një Fendi Roma kostum që ti mund ta gjesh 10.000 euro minimumi origjinali ku diun sa është, në tregun Sham apo diku tjetër mund ta gjesh me 100 euro. Ndërkohë, nuk e di regjia pse dëgjoj vetëm ti me kështu me kumbim të zërin ose gjithsesi. Gjëra që rregullohen rrugës. E nisim hap pas hapi. E nisim me tendencat. Dielli shkëlqen, çfarë duhet kem parasysh shqiptarët në këtë pranverë? Tani që do themi direkt, sepse duhet ndjekin direkt tendencat e modës, është pak e vështirë, jo të gjithë kanë mundësi të ndjekin tendencat. Sepse shohim për shembull që nga 2024 në 2025 shohim një ndryshim shumë të madh. Kishim për shembull kolorin bordo, shkuam tek kuqa e ndezur. Kishim ngjyrën e ullirit, shkuam drejt te smeraldi. Këto janë ndryshime një çik të mëdha dhe ajo të gjithë i kanë në garderob këto. Kështu që le të ngelim te nuancat pastel. Mendoj që nuancat pastel të gjithë i mbartin mirë dhe të gjithë ju ri pak a shumë me tipin e lëkurës. Dhe është më thjesht dhe për t'i kombinuar ose me ngjyra siç i themi ne që janë mus, që janë bezhat, nuancat e bezhës, kamelit. Këto janë më praktike dhe më praktike për t'i kombinuar dhe për t'i gjetur. Unë do thoja që me pak mençuri ato mund të arrijnë domethënë të heqin pallto dhe të veshin për shembull xhaketa. Xhaketat ne kemi pasur në sezonin e kaluar, i kemi edhe sot. Por si vin sot? Sot vin jo mbi pantallon. Për shembull, mbi pantallon është një si të them, jo në formën e suitit, në formën e kostumit, por xhaketën ti mund ta veshësh me një pantallon tjetër. Mund ta veshësh mbi jeans, mund ta veshësh mbi një fustan minimalist, mund ta veshësh me një fustan të gjatë. Me një fund patjetër. Domethënë mund ta veshësh në një mënyrë më fluide, më të lirshme. Ajo që është një çik ngërç është sepse unë për shembull e ndjej shumë, mua më pëlqen shumë të përdor jeanse oversize. Stop këtë vit oversize-it, kanë ardhur jeanset pak a shumë slim fit me pantallonat elastike, po jo të gjitha kanë linjën perfekt për të mbajtur këtë, dhe kjo krijon një lloj kolapsi domethënë tek klientela ose tek njerëzit. Dhe mendoj që ti rikthehen këtyre fustaneve me pak lule, me print, me ngjyra të forta, sepse ngjyrat e forta janë hedhur shumë në modë dhe mjafton të kenë një xhaketë maskile si për të hedhur, mund të them që janë shumë mirë dhe përballojnë gjithë periudhën që është tani e pranverës. Është shumë dhe grim sa më pak, ja u sugjeroj këtë që tendencat si vjet janë grim natyral, flok të lyer në mënyrë natyrale, domethënë edhe nëse duan të përdorin lëkurë, duhet të jetë ajo lëkura si ujë dhe pak a shumë e qetë, dhe për sa i përket aksesorëve, është një çik si e çuditshme që është hedhur për shkak leopardi është zhdukur. Dhe na janë rikthyer dy kafshë të reja, është rikthyer gjarpri dhe zebra. Domethënë gjithë aksesorët duhet të jenë me gjarpër dhe zebër.
për mua, mendimi im është sa më minimaliste, të heqin dorë nga takat e larta, dhe të mbajnë taka minimaliste me të ulta dhe këpucë fine për ato që i drejtojnë zyrave. Është edhe një tendencë shumë e qartë si vjet që vijnë pak a shumë veshjet formale. Gjë që ju vjen në ndim se ne flasim gjithmonë për bloggerët, flasim për influencerët, por nuk flasim për ato zonja që i drejtojnë zyrave, që i drejtojnë punës, që është shumë e rëndësishme. Ka ardhur pikërisht në mod formaliteti, domethënë veshjet klasike, ngjyrat pastel, veshjet klasike që ju vjen në ndihmë gjithë këtyre zonja dhe vajzave që frekuentojnë punën. Që frekuentojnë, që janë në zyra, ambiente administratë publike dhe jo vetëm. I referohemi kryesisht të gjinisë femërore, por meshkujt si mund të vishen. Në fakt unë s'duhet ta neglizhoj këtë gjë sepse unë realizoj veshje për meshkujt dhe s'duhet ta. Pikërisht, jo, nuk do e neglizhojmë, do e diskutojmë vetëm pas bllokut të shkurtër publicitar. Kështu që ju meshkuj që po na dëgjoni nëpërmjet valve tona, veshët 4. Love in Real Life na rikthen sërish në program 10:21 ora eksakte në këto momente dhe lam pikërisht aty që përveç gjinisë femërore, çfarë këshillon Anila Konomi stiliste për meshkujt këtë sezon, domethënë si mund të duken ato më mirë qoftë meshkujt e administratës, meshkujt që dalin dhe shijojnë jetën e të tjerë. Po të referohemi tendencave, nuk kemi lajme të mira. Kemi lajme të mira përsa i përket veshjeve që i drejtojnë administratës, se pikërisht janë veshjet formale për meshkujt nuk përdoren fare. Pak a shumë janë ngjyrat e forta, roza, jo, roza është pastel dhe është mirë, po janë smeraldi i fortë, janë ngjyra të forta, gjë që jo të gjithë i mbartin. Unë do ju këshilloja, meqense kemi një tendencë për kollare, është rikthimi shumë i fuqishëm i kollareve, po vjen sigurisht i lidhur në mënyrë pak të lirshme, moderne dhe me ngjyra, me vija, me ngjyra të forta. Të paktën do doja që le të vazhdojnë atë traditën e tyre të vishën me tonalitete të lehta, se unë e di që në Shqipëri nuk guxojnë shumë, sidomos moshat mbi 35, por të vendosin këto të administratës. Po të ta thyejmë me një kollare, me një detaj, me një kolor të lehtë. Për shembull kemi që janë rikthyer spilat, por ma merr mendje që askush nuk vendos spil në Shqipëri në një xhaketë. Juve mund ta vendosni, Ronaldo, se kam të ndjek dhe e di që e pëlqen të ren, e pëlqen tendencën dhe unë jam që edhe meshkujt duhet të mbajnë kolore, edhe meshkujt duhet të mbajnë ngjyra. Ne kemi një verë të nxehtë dhe mua më vjen shumë mirë që stilistët kanë filluar të rikthejnë pantalonin e shkurtër dhe doja sugjeroja të gjithë që nuk shkojnë në punë, po që kanë aktivitete të përditshëm, pse jo të përdorin të gjithë pantallonat e shkurtër. Është shumë në modë pantalloni i shkurtër, bluza të roz pastel, këmishat e lehta. Me çfarë mund ta veshim pantalonin e shkurtër sipër? Me këmisha të lehta, për shembull, linoja për shembull ka qenë vjet shumë in, po dhe si vjet vazhdon të jetë, edhe mund ta përdorësh edhe si një kostum, mund të ketë edhe të njëjtin kolor, edhe këmisha dhe pantalloni i shkurtër dhe nuk të lodh në kombinim. Por mund të jetë edhe me një t-shirt, mund të jetë edhe me një xhaketë. Interesante për shembull është me xhaketë, mua do të pëlqenin shumë të xhaketat verore, lino, sepse ti nuk humbet atë pamjen maskiliste, sepse xhaketa gjithmonë është maskiliste dhe duke i lënë kështu me këto këmbët e zbuluara, është shumë atraktive jo vetëm për femrat, për meshkujt, por edhe për femrat. Sepse jo gjithmonë juve duhet të shikoni këmbët e femrave, pse mos shohim edhe ne. Sot po të shikosh për shembull kanale televizive italiane shumë flitet për trupin mashkullor, domethënë që është kthyer në një diçka atraktive që njerëzit duhet ta shohi seksi kundërt. E kuptoj. Sepse atraktiviteti është i ndërsjellët. Dhe them që këto e kanë vënë re stilistët edhe prandaj kanë sjell këto linjat fluide të lirshme, këmisha të zbërthyera përpara, pantallonat e shkurtra. Por unë do thoja që mos shkojnë deri te Smerali ose mos shkojnë deri te Kuqja, po të mbajnë atë ngjyrën e ullirit, është shumë maskile. Gjithë nuancat e bezhës janë shumë e bardha, shumë e bukur për meshkujt. Ndërsa për sa i përket pasaj këtyre që i drejtohemi meshkujt që shkojnë për administrata, do thoja të mbajnë atë linjën e tyre, po të veshin këto pantallonit që janë vintazh. Unë shoh shumë klienta në atelien time që kërkon pantalloni vintazh, domethënë një pantallon me pala, i lirshëm, si një i themi ne si një palonçini i lirshëm larg trupit, por që është pa vihekur, i që rrihet çrregullt. Dhe kjo rri dhe në zyrë mjaft mirë, mjafton që të vimi një siluetë duke u ngushtuar poshtë me një pal mokasino, unë them që është një linjë perfekte. Sipër mund ta mbajnë dhe me këmisha dhe me xhaketa.
Anila, jam shumë kurioz se çfarë mendon një stiliste kur sheh një mashkull me tuta në kafe, në lokal, nuk e di, në ambiente publike, nuk po them në punë sepse shumica e institucioneve qofshin këto private nuk e lejojnë të veshurin sportiv, po dëgjoj shumë stilist që i vjen pak siklet në thonjza profesionalisht po flas nga një mashkull që sheh që vishet me tuta. Çfarë mendon ju realisht? Edhe unë jam me këtë në fakt, sepse njerëzit presin që një stilist duhet pranoj gjithçka dhe çdo tendencë, nuk e di pse një mashkull unë dua ta shoh shumë burr, domethënë kjo s'ka të bëjë me karakterin fare, por burr në drejtimin nga ana vizuale. Nuk po flasim me nga jashtë, po them se nga jashtë, nga ana vizuale, unë dua ta shoh, domethënë më pëlqen meshkujt njerëz që ta kenë deri diku edhe këpucën ta kenë me lise. Domethënë më pëlqen burrat me lise, më pëlqen burrat me kollare, më pëlqen me xhaket. Më duket një figurë më e pushtetshme, sepse ne femrat jemi delikate dhe kemi nevojë gjithmonë të shohim një mashkull që është i pushtetshëm. Dhe ana vizuale është ajo që ti ta imponon të parën. Të parën është ana vizuale, ti mund këtë lloj përmbajtje mund ta ketë edhe një djalë që vishet me pantallona të shkurtra, por ti gjithsesi është ana vizuale është ajo që ti të rrejt dhe pastaj shikon brendsinë. Domethënë un jam për t'ju rikthyer këtyre detajeve dhe linjës maskile. Duhet të ndryshojnë me element të vogël, me detaje të vogla. Unë them që në linjën mashkullore moda bëhet me detaje dhe bëhet me proporcione. Nuk bëhet me ndryshim të formës të komplet gjinis. Jo, unë nuk jam. Jam për detaje dhe për forma. A din sot shqiptarët të vishin më mirë? Sigurisht që din më mirë. Dhe mund të them që meshkujt janë shumë më mirë se sa femrat, sepse mendohet që gjithmonë që femrat sepse kanë atë pjesën që ndoshta e reklamojnë më shumë, por ama po të dalësh në rrugë, shikon që meshkujt janë të veshur më mirë, sidomos brezi i ri nga 25 deri në 35 janë të veshur me shumë shije, njohin veten, janë fanatik të modës, nuk e tradhtojnë linjën e tyre sepse është shumë e rëndësishme kur ti krijon e kam thënë disa herë, kur ti krijon një kurb dhe krijon një stil tëndin dhe ta ruash atë, kjo është suksesi. Dhe meshkujt e kanë, njohin veten dhe dinë ç'ajo shkon dhe nuk e tradhtojnë, nuk kalojnë nga një stil në një stil. Por përsosin sepse ti kur nuk ndron ti arrin të përsosësh të stilin, sepse merresh vetëm me këtë gjë dhe arrin. Është një lloj siç thonë që pse kanë kuzhinierët janë më të mirë meshkuj dhe pse stilistët janë më të mirë meshkuj. Pikërisht se ato fokusohen tek një gjë, nuk fokusohen, nuk shpërndahen. Edhe në mod kjo ndodh. Si vishin meshkujt e ekraneve televizive sot në Shqipëri? Kanë filluar të ndryshojnë, por megjithatë ty ta kënaq syrin që thua, okay, ky djali, ky zotëria ka gëzuar në ekran, ky po ndikon, influencon në veshje. Në guxim, për shembull gazetari Sokol Balla më pëlqen. Okej. Disa thonë që për shembull pse ti e mendon që po ai përdor kolorite, përdor tani për shembull e shoh shumë me këto bomberat që janë shumë në mod dhe më pëlqen. Nuk ta bëj për servilizëm, po edhe ti Ronaldo pëlqen tendencat dhe më pëlqen që i përdor tendencat, i përdor me gjëra të holla, përdor më tepër pantallonin e mban gati në një stil, po përdor pjesën nga busti e lartë. Që domethënë kam vërej që kanë tendencën për të qenë më in. Por do thoja që prap po ti krahasosh me djemt e rrugës, janë më mirë djemt e rrugës. Djemt e rrugës janë më mirë se djemt e ekranit. Është çuditshme, djemt e rrugës janë më mirë. Kjo tregon që duhet ka vend për të përmirësuar. Domethënë domethënë që të jenë, nuk e di, të jenë të pyesin veten e tyre. Nuk e di ju keni drejtor artistik apo jo, po ekrani ndonjëherë vjen disi i centralizuar dhe neve shohim shembuj. Jo, mos u nisni nga shembujt. Një mashkull duhet të jetë autentik, duhet të jetë vetvetja. Nuk duhet të niset nga shembujt. Kështu që unë mendoj që një gazetar, një moderator duhet të njohë veten dhe të vishet vetë me nuhatjen e tij. Djemt e rrugës vishen më mirë se djemt e televizionit. Anja e webit e dua lajm këtë gjë, se kjo është lajm i kësaj interviste. U zjatëm pak, por në pjesën tjetër do të shkojmë tek ajo që vërtet ngjall shumë interes. Një ligj i ri po hidhet për të zbatuar për mbrojtjen e brendeve dhe markave ndërkombëtare dhe jo vetëm për të bërë diferencën nga ato fallco. Menjëherë pas reklamave. Një ligj i ri pretendohet të hidhet në treg për ndalimin e shitjeve të mallarve të falsifikuara, për fshirë këtu për mbrojtjen e markave
apo masa administrative për shitësit e produkteve falco. Anila, lajmi mirë apo lajmi keq? Lajmi mirë. Se? Lajmi mirë sepse unë jam gjithmonë drejt originalitetit. Do doja që çdo gjë të mos ishte më fake. Ka kjo histori ka filluar shumë herët, domethënë në vitin 2004 deri në 2010 ne bënim shumë workshop dhe shkonim në përvende të huaja për trajnim, na çonte Ministria e Kulturës si stilist dhe që atëherë thuaj fuqishëm që stop malli të importuar nga Kina. Stop një kopje të madhe dhe tirazh të madh, domethënë kopje të madhe të veshjeve, për shembull që një model të hidhesh në disa kopje, se vetëm Kina e rrin këtë gjë. Ne jemi një vend i vogël, që kemi një traditë, kemi një traditë në veshje, kemi linjat tona, kemi temperaturën si të them, me ambientit ton. Domethënë, ne duhet të vishemi sipas stilit ton që na përket, dhe që të vishesh sipas stilit tën duhet patjetër që të kesh diçka unike dhe ta kesh këtë në kopje shumë të vogla. Pse jam kundra këtyre markave që janë falso, sepse ti në një farë mënyre sfidon ose i bën konkurrencë jo të ndershme markës që ka vite që ka ndërtuar emrin, ka investuar shumë për këtë dhe kjo nuk është e ndershme. Domethënë që gjithë këto vite pune të hedhura poshtë, dhe plus që është edhe një lloj egoje, domethënë dikush që ka ndërtuar këtë emrin dhe brandin kur shikon që e imiton në mënyrë shumë të shëmtuar dikush tjetër veshjen e atit, nuk ndihet mirë, por krijon një Po mirë, kam një pyetje, po e zëm shembull Hermes. Ato janë dijeni që prodhohen veshje falso, çanta falso me emrin e tyre. Nuk ka një ligj që mund të parandaloj Akoma nuk ka një ligj, këto janë ligjet, për shembull që Kinës nuk ja kanë vënë dot këtë gjë, por tani po ja vë për shembull administrata e re, që i ka thënë stop Kinës. Dhe doja vendosi dhe nuk do sjellin më mallra të pacertifikuara. Bile jo të pacertifikuara, por dhe të certifikuara, ai do t'i thotë stop se do të zhvilloj biznesin e vendit vet. Dhe këtë gjë duhet bëjmë edhe ne. Ne duhet zhvillojmë biznesin ton, sepse në fundit nëse ti përkrah biznesin tënd, edhe ti si qeveri të ardhurat do t'i kesh më të mira, populli do ketë një zhvillim më të mirë, familje do kenë ku punësohen, domethënë ka shumë të mira ky ligj. Çfarë ndodh me Hermes? Ndodh kjo që po të shikosh çantat e Hermes sa vinë rriten, pikërisht. Pse e bëjnë ato këtë gjë? Që thonë që një klient që mua më vlerëson ja ku e ka. Këto të tjerët le të vishen nuk i dua. Anila, e di çfarë më ndodhi në një ditë, isha në një servis celularësh dhe vjen një djalë i ri, student në Tiranë, dhe sjellë për të rregulluar celularin e vet me një kosto prej celulari në total kushtonte 150 euro. Pra celular shumë i lirë, ndërkohë që masa shumica sot pretendon të shkojnë drejt iPhone-it 1500 euro e ca. Ama në xhupin e tij që ai kishte veshur një brand që mund ta gjesh atë xhupin minimalisht ku diun 3000 euro. Pra çfarë tregon kjo për shqiptarët? Domethënë, si mund të hipin autobusin e Tiranës, si mund të jetojnë në porcelan me një çantë Hermes në dorë që minimalisht ajo koston 50000 euro. Pra pse e duam ne këtë gjën falso, kur ndërkohë karta jon është Bosch, Anila? Pra pse duhet shkojmë ne tek tregu çam dhe të blejmë Fendi, kur ne nuk kemi, domethënë mezi shtym muajin, pra mezi paguajmë qiran. Ti duhet të ndërtosh, unë them që çdo individ duhet të ndërtojë një filozofi të vetën. Domethënë shumë e rëndësishme të ndërtosh filozofinë, mënyrën se si ti duhet jetosh. Çfarë janë ato, si duhet arritësh ti standardin tënd dhe kush bën pjesë në standardin tënd? Çfarë bën pjesë? Bën pjesë një ushqim i mirë. Ajo është jetësia mirë, ushqim mirë, paqe shpirtërore dhe mendore. Një palpushime të mira, një udhtim i mirë që të zgjeron horizontin. Punë mirë, familje mirë. Po, edhe veshja është e rëndësishme, por dihet që ti mjafton ta kesh materialin e mirë, nuk është e thënë që kjo të jetë e firmuar, sepse kuptohet që ajo që është brand dhe ka atë çmim, ti paguan më tepër emrin e brandit, nuk është se paguan produktin. Produkti është skandaloz, madje të mos e kalojmë në banalitet, shumë njerëz se veshin këto lloj rrobash
mbajnë një lloj ere pastaj se nga që janë produkte të ndërsa ti mund të marrësh një firmë e cila dihet se çfarë përbërje ka, që e ka koton, që e ka material lana, këto dhe është semplice e thjesht që nuk ka investuar shumë në brand, por është një mall që ti kur e vesh në trup ajo është shumë praktike dhe i përshtatet trupit. Në daljet e mia në fan club së fundmi, se në radio janë pak më easy se në fund të ditës është stil podcasti, vishëm një brand shumë të lirë, pa i përmendur emrin se është distributor në Shqipëri. Pra vishëm shumë thjesht, pra domethënë nuk kushtojnë aq shumë. Po e di çfarë ka të bëj kur vishet edhe thjesht i ke dhe një paqe me veten, sepse ti nuk sforcohesh për ta sepse është kështu. 50% i themi ne e ka veshja, 50% e ka modeli që e vesh. Ti që të mbash një gjë kaq të shtrenjtë dhe kjo të krijon një lloj presioni dhe ti këtë do të ndihet ky lloj presioni se ti nuk je mirë në posturë, nuk je mirë në të menduar. Po se duket që ti nuk e posedon ato lloj pasurie për të mbajtur, pra e tregon individin. Kjo të tradhton dhe prandaj njerëzit duhet të thashë që duhet të krijojnë një lloj filozofie dhe duhet të krijojnë një lloj standardi për veten. Ku janë? Për mos folur pastaj për politikanët që për mua është e kam thënë në krye të herës. Politikanët vjen shpesh në lupën që veshin kështu produkte do të veshme të shtrenjta. Është jo që duhet i dënojmë dhe jo që domethënë duhet të flasim fuqishëm për këtë gjë sepse në fundit një politikan e ka detyrë që të veshë bile produkt vendas, ka mundësi që të vishat nga ateljet e vendit që të përkrajë biznesit. Unë dhe plus që ti bësh kashillëk i themi ne elektoratit tënd, kur elektorati jot është në këtë lloj niveli siç e thatë ju, kjo nuk është normale, domethënë. Dhe ti jo vetëm që si je i zgjuar për ta bërë këtë gjë, por ti në vend të rrisësh popularitetin tënd, ti e humbet këtë gjë. Ti duhet jesh. Këtu është e kundërta në fakt, në vend të ndryshme të botës shohim dhe politikanë që përdorin urbanin apo dalin në mes të qytetarëve, këtu është krejt e kundërta. Këtu duhet lërojmë gjithë trafikun ne kur kalon një gjë që mua më duket absurde. Kjo nuk e di domethënë çfarë është kjo. Çfarë punë më të rëndësishme ka një pushtetar më shumë se sa një hallexhi ose një punëtor që duhet vinë në orar të punës. Në orar të punës do të pjeki bukët që të ushqej njerëzit në Tiranë. Kjo duhet të hapë pushteja e Tiranës. Nuk po përshtatem dot me këtë gjë dhe nuk e di kur do bëhet ky ndryshim. Por ne nuk na bën përshtypje. Ne sa bën përshtypje fare, të shohim një politikan që ka ne kemi dhe këtë. Rolex apo ne kemi dhe këtë kur vjen në lokal një politikan, ne kthejmë të gjithë kokën dhe nuk them admirim, por e shohim, kemi domethënë interes për ta parë. Dhe kur hyn një artist dhe një gazetar, ne ignorojmë. Kjo është gjë e gabuar. Komplekse inferioritetit pastaj. Ja, artistët për ne dhe të gjithë ata që bëjnë pjesë në media dhe artistët që ne i palin emocion dhe na mbajnë gjallë të harrojmë hallet. Çfarë kemi për ne duhet të kenë domethënë vëmendjen maksimale dhe respektin maksimal. Kam qenë një herë në jo më larg se Shqip, vendit ku jeton në Malë të Zi, po konsumoj një drekë aty në restorant, një politikan shumë i njohur. Ishte në pozicion shumë të lartë atëherë, drejtuesi i vendit, krejt i thjesht me një person në tavolinë, po konsumonte darkë, ju afrova lehtësisht, nuk më erdhi asnjë security për të më ndaluar. Por gjithsesi ne jetojmë në këto kohë Anila, një gocë e cila jeton në konviktet e Tiranës dhe fatkeqësisht nuk ka lekë të shtyjë muin, poston foto me Hermes 50.000 euro, që në fakt nuk është 50.000 euro, por kush e di ku e ka gjetur falca. Kjo nuk është as pak e mirë, në fakt është një kontradikt që duhet ose është një luftë që ti duhet ta bësh me veten, por dhe ky ligj që sapo ka hyrë, them që do funksionojë. Është e vështirë, rruga është e gjatë, por nëse ti e gjobit një tregtar i cili të sjell këtë produkt, patjetër që do funksionojë sepse atij nuk do t'i interesojë të paguajë gjoba. Dhe duhet të kalojë çdo gjë nëpërmjet doganës. Çdo gjë duhet të kalojë nëpërmjet doganës dhe aty fillon kontrolli. Unë uroj me shpirt. Zëna dhe zotrinj, ishte në studio me ne Anila Konomi dhe dy fjalë për sfilatën tënde të ardhshme, me që flasim për tjerët, po të flasim një minutë për ty. Faleminderit. Atëherë sfilata ime e ardhshme do jetë në maj, në 29 maj, kemi menduar kam titulluar Blum ose ta themi në shqip shpërthim lulesh. Copat janë të pikturuara të gjitha me dorë, janë të pikturuara nga bashkëpunimi që un kam kësaj radhe, po pra përsëri me Erinën, domethënë brandi që neve do shumë suksesshme ajo sfilata. Është Erina Bajanila Konomi. Interesante është sepse ne sjellim diçka unike, se po flasim pikërisht për këtë gjë, e sjellim diçka unike, domethënë copat kanë ardhur duke u punuar në disa procese, nga
këtura janë zhvilluar, janë kthyer në copa, janë prodhuar, janë tashmë në atelien time dhe aty tani do filloj procesi. Herë në fundit më pëlqeu që kishe marrë personazhe që ne nuk i shohim në kopertina mode, siç është Jacqueline Legatari, por kishin dalë aq bukur aty. E kësaj radhe kemi një ide dhe kemi ide me gazetarët dhe do doja shumë që të na bashkoheshe, po e lëm do flasim. Me kënaqësinë më të madhe. Të falenderoj shumë edhe një herë që ishe në program. Ne shkëputemi për i penduar i fatit Castro Zizo, Deni Njeto, Tironci dhe rikthehemi më një herë pas fleshit informativ të orës 11. Ai from Tirana nuk ka mbaruar ende.